Nga Gostivari drejt Gjermanisë, një rrugtim i ndërtuar me pasion për kushtim dhe shumë punë. Nga hapat e parë në botën e grimit deri te ndërtimi i një karriere profesionale jashtë vendit. Historia e sotme flet për guximin për të ndjekur ëndrrën dhe për sfidat e suksesit në një treg ndërkombëtar. Si make-up artisti Artan Kalisi arriti të depërtojë kaq fuqishëm dhe të jetë i kërkuar dhe emër i njohur për shumë figura publike përveç në vend edhe ndërkombëtarisht. Sot e kam në studio për herë të parë ekskluzivisht, të cilin do e ftoj tani për ta përshëndetur, për tu akomoduar. Artan, mirëmëngjesi dhe mirë se na erdhe. Është shumë kënaqësi që të kemi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për prezencën tënde. Vendi yt është aty. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit që për këtë kohë pushimi sa do jesh në Gostivar, nuk na refuzove ftesën për të qenë pjesë e programit tonë dhe për të folur për gjitha këto arritje tua. Faleminderit juve për thirrjen, më vjen shumë mirë me të qenë këtu me juve edhe me bisedu për karrierën time. Artan, ne jemi mësu duke i parë në rrjetet sociale gjitha ato sukseset tua, gjitha ato punë me shumë figura publike, sepse ne kur i shohim figurat publike, mund të mendojmë pastaj se kush është vallë ky profesionist që po na bën krenar neve si popull. Nga Gostivari në Gjermani. Kush është Artan Kalisi? Artan Kalisi është një parukier që prej shumë i vogël, prej në ma shumë herët kam fillu ta dua ta kem si hobi flokun, grimin. Ka fillu në fillim shumë thjesht, dhe me thonë më ka përqy gjithmonë ta shoh mamin, kur është rregullu. Edhe kur ka shku në parukeri, më ka marrë me vete, më ka pëlqy atmosfera aty. Edhe pra aty ka fillu dashuria për grim, për make-up, për flok, për gjithçka. Kush kanë qenë personat e parë që ja ke rregulluar flokët dhe grimin? Normal mami. Kush e disa eksperimente pas ke bërë me mamin? Shumë. Dhe besoj të gjithë të afërmet e tua. Mami ka qenë e para, edhe dyta ka qenë shoqja ime më e ngushtë, që ende është këtu në Gostivar, edhe me ato dyja kam eksperimentuar prej në moshën shumë herët. E ke menduar si fillim që ky pasion do kthehet në profesion tani më Artan? I ke besuar intuitës tënde? Tregoj drejtën, intuita ime ka thënë gjithmonë, do jemi suksesshëm, po ku jo. Do më thonë në cilin drejtim, edhe ku, jo, po e disha se dikur do jem dikun di suksesshëm. Duke njoftur karakterin tënë të fort, besoj, pastaj e ke menduar të... Po, e vërtet është, po me parukeri mendoja në Gostivar, isha qytet i vogël, si djalë, a do punoj, a jo. Kupton, nuk ishte diçka, nuk mirë të shumë motivim. Para që ke dhe vazhdova mjekësi, pastaj studiova fizioterapi, që të kem një punë sigur. Që të kem një punë sigur, po më vonë e pash që fizioterapia nuk ishte për mua, nuk ishte diçka që më bën të lumtur, nuk ishte gjetë as pak vetën. Edhe pastaj fillova të mësoj për parukeri pa prapavia, pa mos mendu se çka do bëhet nesër, thash këtë e dua, kjo më pëlqen, unë do vazhdoj. Çka del. E kishe mbështetjen e familjarëve fillimisht? Paka shumë po, ato më shumë kishin dëshirë të vazhdoj diçka me mjekësi. Mund ta paramentoj, s'ke çdo prind. Një punë të sigurt dhe kaq, gjithë kemi pas të. Edhe mendojshin je djalë, si do punojsh me vajza në Gostivar, qytet i vogël. Pastaj këtu ndryshe shihen gjërat në krahasim me vendet e zhvilluara, në kohë ndoshta edhe kur ke filluar ti, sa vite janë bërë? Jam bërë... është bërë një dekadë? 13 vite. 13 vite, më shumë se një dekadë. Më thëmë para 13 vite ka qenë krejtësisht më ndryshe. Shumë më të rallë kanë qenë djemët e përfshirë në... Shumë. Edhe pra çka nuk më kam përkra shumë në atë drejtim, po nuk kanë qenë edhe shumë, do më thonë, të ndalojnë, mos bëj pa tjetër këtë atë, po më vonë e panë që mirë po shkonë. Edhe më kam përkrahur shumë. Pastaj shihet, e kam parë. Pastaj më kam përkrahur shumë dhe ende më përkrahin. Si vendosi pastaj Artani që të shpërngullet nga Gostivari në Gjermani? Çfarë shtyu? Unë njoftova shoqen, u dashurova, i ka u shpërngula. Kjo ka qenë, dhe me thënë, arsyeja. Arsyeja e parë. Edhe më pas, normal, fillova të punoj në salon si parukier i thjesht. E më vonë filluan kontaktet, thirrjet për artistë ndryshme, modele ndryshme, projekte ndryshme,
Tajna ka qenë artistja e parë që e kam reguluar për estradës shqiptare, 2 vjetë pasi kam shku atje. Se kam pritur as... Si e deri te bashkëpunimi me Tajnën? Kemi kontaktuar me menaxherin e saj edhe na takoi se ajo kishte një koncert në Gjermani. E i tha mund të vish të rregullosh. Shkova, unë njoftuam e rregullova, pasi e postuam Tajnën, filluan artistët gjermane të më shkruajnë ose menaxherët të më thirrin telefon, nuk e di edhe prej ku e gjetën numrin. Edhe unë fillova si lojë të tregoj drejt, nuk e shifja as pak si biznes. Për mua ishte në fillim, okej, just for fun, është interesant, punoj tash me artista. Që duhet të sfidohem, edhe në këtë rast. Ama nuk ishte diçka që mund ta paramendoja si biznes në të ardhmen. Fillova me artistat gjerman, fillim 1-2 artiste kisha, punova 1 vit, pas atyre, do me thonë, se cilin vit ushtuan. Tash kemi... Dhe ky ishte fillimi, dhe me thënë në Gjermani kështu, u ndërtua Artan Kalisi. Po, gjithçka filloi, dhe me thënë, prej Tajnës, që e postova, pasi u postuam. postuar. E paske të veçantë, më duket se, edhe e mban mend gjithmonë. Po, ka qenë artistja e parë, shumë e veçantë, e përshëndes prej këtu. E përshëndesim. Shumë, Sa po e këtojmë shumë dëgjuam, mirë. pak më herët. Edhe prej asaj, pastaj ka fillu gjithë ajo, dhe me thonë, interesi me një biznes komplet tjetër diçka, prej salonit, të punoj më shumë në teren, në për qytete ndryshme të Gjermanisë, në për qytete ndryshme, projekte ndryshme, që nuk kanë lidhje me parukeri, komplet diçka tjetër. Tani ke arritur që të hapësh salonin tënd atje, Artan, si po funksionon? Tani e kam biznesin tim, për salonin tim nuk e kam hapur, se kur hap salonin tënd duhet të lidhesh për aty, nuk je i lirë. A unë e kam punën jam shumë rrugëve. Ti je shumë në teren pastaj. Shumë në teren, edhe për atë shkak do kishte shku pak si keq nëse e kisha lënë salonin vetë. Nuk e hapa, po e kam biznesin tim, edhe për teren punoj, edhe kam një karike ku i bëj klientat e mi që i kam që 10 vite në Gjermani, i caktoj vetë datat, pa orar të caktuar, pa ditë të caktuar, kur shembull i marr terminet në teren, ditët që ngelin javë të lira, them okej, 2 ditë mund të punoj të marr klienta në salon, i pranoj, shkoj i bëj në salon, kështu që i bëj krejt nga pak. Vetë gjithë këtë menaxhim ose ke edhe staf që kujdeset për menaxhimin, pastaj edhe për ndihmes? Po, kam. Shoqja është e para që më ndihmon në gjithë menaxhimin, ka krejt anët, ka pak, nuk ka asnjë... Ajo që ta ka zgjatur dorën e para. Po, nuk ka, do me thënë, një pozicion të sakt, ndihmon ku mundet. Pastaj kam edhe një ndihmëse gjermane, social media managerin, edhe ajo më ndihmon shumë për sendet, do me thënë, kontaktet, bashkëpunimet, sendet atje. Edhe kam edhe asistentet tjera që bëjnë terminet në salon. Edhe këtu e kam në Gostivar një studio të vogël. Do flasim edhe për atë pastaj. Po, Artan, konsideroar si nga make-up artistët e rallë që punon edhe me grimin edhe me flokët. Kjo është e veçantë pastaj, sepse jemi mësuar të shohim make-up artistët dhe herë stilistët e flokëve. Sa të bën ty kjo të veçantë dhe sa të përmbush pastaj? Se nëse një klient vjen për shembull vetëm për grimin të ti, kur të mëson që edhe flokët i bën, është shumë e lehtë pastaj për neve, që i njëjti person të bëj edhe flokët edhe grimin. Unë në fillim kam qenë vetëm hairstylist, 5-6 vite. A, ke filluar me flokët fillimisht? Vetëm me flokët, edhe pse grimin e kam pas pasion, po e kam lënë anash, ndoshta dikur e vazhdoj, po kam qenë hairstylist edhe fokusim ka qenë veç për flokë. Po në Gjermani kam pas komplikime të tregoj drejtën, ka qenë shumë problem të gjej kolegë që mund të vinë ta bëjnë grimin. Do njerë, o dash 1 javë ose 2 javë të kërkoj make-up artist për ndonjë artiste që kam pas për flok, edhe më në fund thash, do mësoj vetë. Se mos ta provoj vetë. Thash, do mësoj vetë. Edhe artistet që punoja, që për ata kërkoja make-up artist, më thanë, Artan, bëje një kurs, bëju make-up artist se na duesh. Edhe, si filloj pastaj gjithë kjo? Edhe bëra një seminar, në fillim mësova prej Dafina Nezirit, para 5 viteve, po. Pastaj edhe make-up artist tjerë, make-up e Mario, Selmës, ka marrë seminare, kurse, mas si mësova të Dafina, unë vetë se fillova, më artistet që i kisha, t'u ofroj edhe grimin. Edhe grimin. Edhe për ata ishte më e lehtë,
Edhe mbetën të kënaqur në atë periudhë? Po, eci mirë. Eci mirë. E sfidoje veten në fillim me make-up më të rënd apo ashtu më light, më të lehtë? Fillova më light, fillova shumë lehtë, e pastaj me kohë duke u rrit vetbesimi, fillova ta forcoj pak, po. Ama fillova në fillim shumë lehtë. Si e konsideron tregun e bukurisë në Gjermani krahasuar me Ballkanin, Artan? Me qenë se ke kliente edhe nga Evropa, edhe nga Ballkani, kryesisht edhe nga Maqedonia. Është pak më i thjesht, stil ma evropian, edhe jo çdo kush i kushton rëndësi lookut atje, po ka edhe biznese që ju duhet patjetër hairstyling ose make-up, për shembull biznesi i muzikës. Ato patjetër e kanë, edhe patjetër nuk duhet pak, po jo i thjesht, po tamam grim, tamam flow. Produksionet e shumë. Produksionet e ndryshme, sinema, filmat, Netflix serialet. Ke pasur ftesa të tilla ndonjëherë? Po, kam pas, po janë projekte shumë gjata. Dhe duhet më shumë për kushtim. Po. Duhet t'i lesh pastaj disa punë. E pastaj unë lej artistet e mia, ato s'unë lej se punoj gjatë kohë me ato, edhe për atë shkak nuk marr projekte. Jam në për turne, janë 1 mujore, 2 mujore, po në për këto filma se janë pak më gjata projektet, nuk kam marrë deri tash, vetëm kështu projekte më të shkurta. Për çfarë njihet më shumë Artani? Për çfarë kërkojnë më shumë klientët? Në fillim... Për shembull, ka paruker që njihet më shumë për fenirim. Ka disa të tjerë për shkëlqimin ose atë fytyrën ta bëj bukur. Ka disa për vetulla e kështu me radhë. Artani, për çfarë njihet? Të tregoj drejt, nuk kam diçka shumë speciale. Po, shembull edhe ato klientat që i kam për ngjyrosje janë shumë të kënaqur edhe nuk më ndrojnë. Edhe ato klientat që i kam për grim nuk më ndrojnë. Edhe ato për flok, po, shumë interesant. Të gjitha drejtimet jam, do me thonë... Ku ke prej kur ke pas sukses? Prapërsisht njëjtë të gjitha drejtimet e këtij biznesit, po. Sa është pastaj e rëndësishme disiplina në këtë industri? Artan, dhe si është bashkëpunimi me klientët? Sa je i përpikt ti? Është shumë e rëndësishme disiplina. Për këtë profesion duhet tepër të ketë njeriu kujdes, tjetë edhe shumë open, mos tjetë njeri mbyllur. Do me thonë edhe një klient nëse të kërkon diçka që ti asnjëherë s'e ke bërë, do të mundohesh t'ja bësh. Po, se ajo është puna jonë, t'i bëjmë njerëzit lumtur, edhe t'a japim maksimumin prej neve. Edhe pra çka duhet edhe disiplinë dhe sjellje. Me disiplinë dhe sjellje i mbrin njeri. Dhe në këtë rast e konsideron më shumë make-upin dhe stilimin e flokëve si art apo si biznes, Artan? Të dyja të tregoj drejtën. Te unë ka fillu në fillim si art, vetëm si hobi, nuk e kam paramenduar asnjëherë që mund të bëhet biznes. Po me kohë ajo automatikisht shndrohet në një biznes. Po mirë është njeriu mos ta harroj prej ku kemi ardhur, edhe mos e humbim atë dëshirën edhe dashurinë për ku kemi fillu, edhe pse është bërë biznes, caktojmë ditë të lira, të bëjmë content, bëjmë gjëra të mira, gjëra të reja. Ti jep një kohë edhe vetes pastaj. Po, edhe vetes, edhe ta tregojmë artin. Se me klienta nuk mund ta tregojsh gjithmonë artin, ti e bën klientin të lumtur siç do të duket ajo. Po pra. Me vetë dëshirën e saj. Me vetë dëshirën e saj. Po mirë është ne si make-up artista ose hairstylista gjejmë kohë, ndajmë kohë të bëjmë content, bëjmë projekte të lira, nuk është patjetër gjithmonë të jenë financat në fokus edhe përfitimet, po të kemi diçka interesante, të jemi kreativ, edhe ta duam punën tonë, si në fillim. Përmendem po që ke bashkëpunim me shumë fytyra publike. Po më intereson, a është presioni më i madh nga to, apo a ndryshon qasja në fakt kur grimon një fytyrë publike me një fytyrë që vjen vazhdimisht te Artani, për shembull?
Po, pak ndryshon, edhe pse ne... Ka kërkesa më të mëdha, presion më të madh, apo? Po, është e vërtet se njerëzit që janë në televizion, ose videoklipe, ose në kamera, ose në social media, ose influenca, pa marrë parasysh janë... Dallon grimi? Dallon, pa tjetër. Edhe dallon grimi, po edhe dallon edhe presioni. Se njerëzit që shkojnë me një dasëm, do shta ngel një fotografi ose një video, po sende tjera në televizion ngelin tan jetës në televizion ose internet, edhe janë shumë atë kujdesshme, janë shumë ma specifike, duhet ma kujdesshëm të punohet, ma pastër, ma tepër kohë kushtohet. Edhe ka pak presion normal. Por që ti besoj e ke menaxhuar mirë këtë pjesë dhe ja ke dalë. Pas një kohë edhe imson njeriu klientat, edhe bëhet më e kollajshme me kohë. Po, edhe e din më se çfarë kërkojnë dhe çfarë dojnë. Normal, po. Cila ka qenë më e vështira kështu dhe më me përgjegjësi që e ke marrë? Më me përgjegjësi ka qenë turneja ime e parë para 3 viteve. Ka qenë turne një muaj e gjys, kemi pas 20 koncerte, tanë Gjermani, Austri edhe Zvicër kanë qenë. Edhe kemi fletë në autobus, ndonjëherë në hotel. Koncertet kanë qenë të mëdha me 10-15.000 njerëz, edhe kisha përgjegjësi të madhe. Unë duhet të bëj flokë edhe grim. Që ti arrish gjitha. Po, edhe flokët i bëjshim ponytail. Edhe tanë kohës që artistja ishte në skenë, 2 orë është live show. Unë tanë kohës të rigohesha se do i bie ponytail, edhe pse nuk ndodhi. Një muaj e gjysë e kam pas atë stres, çdo herë që e kam rregullu, mos i bie ponytail se shkova. Dhe nuk ndodhi, a? Nuk ndodhi, shqyr zotit nuk ndodhi, kemi kalu shumë mirë dhe kemi pas turneja edhe më ndaja pas asaj, po ajo ka qenë turneja e parë ku më ka bërë shumë stres. Nga gjitha këto që i përmendë, ke pas ndonjë bashkëpunim kështu që të ka ngelur në mendje dhe e konsideron si më të veçantin? Me një figurë flas dhe jo me shumë bashkëpunime kam tepër, shumë bashkëpunime të mira kam. Kam pas edhe nuse shumë speciale, kam pas vitin e kalum një nuse që e ka bërë në Rom dasmën, 2 ditë, në një Villa Miani e ka emrin ajo, një villë me pamje nga Vatikani, ka qenë shumë speciale, do më thonë, darsëm atë shpërallore s'kam pa asë njëherë një jetë. Dhe sa unë djeve ti pastaj krenar që i e pjesë e kësaj dasme? Shumë, se është ajo vajzat që u martua është influencere famshme në Gjermani edhe kishte shumë njerëz që kishin pas dëshirë ta rregullonin, pa jo mos dojdi mua edhe isha shumë krenar, t'jem 2 ditë edhe më besoj ta rregulloj. Artan, në ditën e sotme, rrjetet sociale ndihmojnë çdo artist, çdo biznes dhe çdo kënd që don të promovohet. Unë jam e bindur që të kanë ndihmuar edhe ty për të depërtuar sa më lehtë dhe për ta parë njerëzit punën tënde më nga afër, kuptohet. Po, si ndikojnë rrjetet sociale sot në standardin e bukurisë? Si i sheti? Sa i përkrah filtrat që bëhen në rrjetet sociale? Unë mendoj se rrjetet sociale, si që the dhe ti, janë shumë të rëndësishme edhe se cili prej neve që është në biznes duhet ti përdor edhe tjetë aktiv, se ndihmojnë shumë në profesion, karrierë edhe në përfitime më tepërta. Filtrat e kanë ndryshu pak sistemin, po dhe e kanë ndryshu pak sistemin, se më parë njerëzit kur kam pas dëshirë të bëjnë ndonjë ndryshim, nuk kanë ditë si do dalë dhe s'kan bërë shumë ndryshime. Nuk kanë rrezikuar shumë. Nuk kanë rrezikuar. E tash i shohin filtrat edhe wow, sa mirë po dukem, po ta bëj hundën pak më të vogël, buzët pak më të mëdha edhe fillojnë ndryshimet. E kanë ndryshuar pak sistemin, po unë mendoj se derisa njeriu ndjehet i lumtur me filtra, le t'i përdor, pse jo, le t'knaqet. Po pa e të pruar, pa dal nga vetja. Pa dal nga vetja, po... Më mirë një grim i mirë sa një filtr i mirë. Definitivisht. Do me thonë pak tjetë afër realitetit, mos dal nga realiteti. Po, Artan, cilën punë e përdor më qef lyrjen e syrit, apo konturimin e ftyrës, apo sepse tani ndryshe është grimi, kur bëjmë një krahasim para një dekade, apo jo, në kohën kur ke filluar ti, si mund ta bëjmë atë komparacionin? Ka ndryshu shumë, si që the dhe ti, ka ndryshu si mbas
gjatë kësaj kohe edhe grimi, edhe ngjyrosja e flokëve, edhe prerja ka ndryshuar. As kontura nuk ka pas, as highlight, as gjë, vetëm një foundation, edhe kaq, një mbulim i fytyrës, kaq, një ngjyrë. Jo, shqyr Zotit që ka ndryshu, se mundemi të bëjmë shumë ma tepër, mund të avizatojmë një fytyrë 3 nëse duam. Nuk ka nevoj, po mund të avizatojmë nëse duam se i kemi kushtet. Ka që ndryshim të bëni? Po, janë kushtet. Cilat i konsideroni si gabime që bëjmë vajzat e reja me make-upin sot? Po unë e shoh pak gabim nëse e teprojnë vajzat e reja. Se vajzat e reja nuk kanë nevoj të teprojnë shumë grimin, se e kanë lëkurën ende shumë të re, pa rrudha, edhe pa shumë shenja, se mosha normal. Pak concealer mund të përdorim, pak lip gloss, eyeliner, edhe mjafton. Sidomos në përditshmëri, a? Në përditshmëri sidomos. Si e definon ti bukurinë si make-up artist dhe stilist i flokëve? Unë e definoj bukurinë për asaj që e ka njeriu brenda, reflekton jashtë. Gjithmonë... Je i pajtimit asaj, edhe unë e them çdo herë. Nëse një njeri është prej brenda i bukur edhe i mirë, ai reflekton edhe në fytyrë edhe jashtë. Nëse jo, atëherës nuk është bukuri. Definitivisht shumë dikon. Unë e them çdo herë, jo vetëm sot me ty, por në çdo bisedë që paraqitja e jashtme ka të bëj edhe me brendësinë e njeriut. Energjia që prej brenda reflekton. Artan, le të ndalemi pak para se ta përmbyllim edhe tek salloni në Gostivar, meqense ty të kemi këto ditë këtu, dhe shfrytëzon kohën që përveç se të vish për pushime te familja yte, edhe të punosh. Si po shkon puna tani në Gostivar? Shumë mirë shkon. Ka që mi nuk e kam prit, se thash më kanë harun njerëzit të nuk mjojnë më. Që sa kohë s'ke qenë? 10 vite që nuk punoj këtu, edhe kam ardhur vetëm për pushime verës 1 javë, 2 javë, aq, edhe kam ik. Tash është viti i parë që do banoj gjysmë viti këtu, gjysmë viti atje në Gjermani. Nuk do jetë, do me thonë, 6 vite me një pjesë, do jetë ndame në 2-3 pjesë. Varsisht termineve, ose? Po. Dua të ndaj që edhe atje mos presin klientat shumë gjatë për mu, edhe këtu mos presin shumë gjatë, se cilën 2 muaj të ndroj, pak atje, pak këtu. Edhe mirë shkon, shumë mirë, krasim se kam filluar prapë bas 11 viteve, mirë shkon shumë, jam shumë i kënaqur, e kam një home studio të vogël. Sa bukur. Është shumë family, Dhe interesimi është për nuse më shumë, ose? Interesimi për momentin është më shumë për ngjyrosje edhe prerje. Edhe bile ju them klientave të mi, ju them, do e them si ka Gostivari, ju qonë kinë zorë për frizera. Po, e vërtet jam Janë më të rallë në Gostivar, Po, edhe këto klienta që i kam pas shumica, unë kam shku deri në Prishtinë ti ngjyrosi, ti pres flokët, disa kam shku deri në Shkup ti pres flokët, deri në Shkup për një prerje flokët. Po, do me thonë kishin qenë shumë zorë. Që do të thotë ke bërë mirë që ke ardhësh, e? Po në ngelesh këtu ata, pastaj. Se dim. Me guxu. Diana Lena ato atje. Me guxu. Artan, unë të falemderoj jashtëzakonisht shumë për këtë energji tënde kaq pozitive që na reflektove dhe që na fale në këtë mëngjes. Ishte shumë kënaqësi që të njohim nga afër, përveç se kemi pas sukseset e tua në për rrjetet sociale. Ideja ishte që të na vish në studio dhe të na thuash publikisht dhe haptas për punën tënde që e bën tani 13 vite. Faleminderit shumë për thirrjen edhe që isha këtu. Faleminderit edhe juve për energjinë pozitive. Harrova të të pyes, si e vlerëson grimin tim sot? Imagjinoje. Për 10 minuta e kam bërë. Shumë natyral, shumë bukur, tepër. Cila është nota që do i vendosësh? 9/10. Ama drejt. 9/10. Te 9 Unë jam shumë i drejt. Te 9 që jam. Seriozisht. Faleminderit shumë. Ma mirë se disa make-up artista. Faleminderit shumë. Unë preferoj shumë grimin e thjesht, asnjëherë nuk dua që dal nga vetja. Dhe do vi që ta provoj edhe te ti. Edhe lip combo shumë bukur. Faleminderit. Artan, unë të falemderoj shumë dhe ditë të mbare suksese në Gostivar. Faleminderit gjithashtu, shifemi. Ishte shumë kënaqësi.